Kurum International Albania dhe Danieli Oficine Mekanike nënshkruajnë kontratën e re të investimit për ndërtimin e një impjanti të ri për prodhimin e çelikut në zonën industriale të metalurgjikut në Elbasan. Ky investim përfaqëson një projekt industrial strategjik për Shqipërinë në përputhje me prioritetet kombëtare për inovacion, konkurrueshmëri dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Fabrika e re do të ndërtohet mbi teknologjinë Mida Steel Concept të kompanisë Danieli, një nga liderët botëror në inxhinierinë dhe teknologjinë e industrisë së çelikut. Për herë të parë në Evropë, sjell konceptin Mida të një produkti të gjelbër, një çelik i gjelbër, i cili do na sjell në këtë partneritet do na sjell një zhvillim të qëndrueshëm me rëndësi të veçantë në mjedisin drejt emitimeve zero të karbonit. Ky projekt nuk është thjesht një investim industrial, por është një angazhim i qartë për zhvillim qëndrueshëm, modernizim teknologjik dhe krijim vlerë afatgjate. Në ndërtimin e impjantit parë Mida në Evropë, Shqipëria forcon pozicionin e saj strategjik dhe do të jetë konkurruese njëjtarëve europianë që na pret në të ardhmen e afërt. Teknologjia Mida mundëson efikasitet të lartë energjetik, reduktim të ndjeshëm të ndikimit mjedisor dhe standarde të avancuara prodhimi në përputhje me politikat europiane për dekarbonizimin e industrisë. Ndërkohë përfaqësuesi i Danieli Group, Federico Rocchetti, vuri theksin në faktin që impjanti që Kurum ka përzgjedhur implementohet për herë të parë në Europë. Ky koncept i ri në prodhimin e çelikut për ndërtim ul ndjeshëm konsumin e energjisë, minimizon emetimet e karbonit, duke plotësuar kushtet dhe garantuar parametrat mjedisore perfekt për certifikimin si çelik i gjelbër, për të garantuar një rritje të qëndrueshme ekonomike të rajonit të Elbasanit, duke rjetësuar industrinë shqiptare. Falenderojmë Kurum për besimin që na kanë dhënë. Jemi të lumtur që jemi partner në këtë investim teknologjik i cili do të ndryshojë mendësinë e operimit të prodhuesve, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Evropë e mëgjerë. Projekti që ne kemi nisur për të ulur emetimet e karbonit në Bashkinë e Elbasanit, të kemi këtë industri të re, por edhe një investim i cili në fakt është domethënës për Bashkinë e Elbasanit dhe është domethënës për industrinë. Dilema që ne kemi pasur gjithmonë, që të kemi një qytet industrial apo një qytet turistik, tashmë ne kemi zgjedhur duke pasur një industri të gjelbër dhe një turizëm të qëndrueshëm në Elbasan. Për këtë projekt totali investimit është rreth 150 milion euro, duke arritur kapacitetin e prodhimit vjetor në afër 1 milion ton hekur ndërtimi dhe produktet e tjera të çelikut. Kozgjatja e projektit është 24 muaj dhe me vënien në punë të kësaj fabrike të re, do të rikthehen eksportet e çelikut shqiptar në rajon, duke synuar tregjet europiane së bashku me udhëtimin e Shqipërisë drejt pranimit në Bashkimin Evropian.